Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka reaguar lidhur me incidentin e regjistruar në pikën kufitare të Qafthanës, ku raportua se 3 deputet të koalicionit shqiptar vlen nga Maqedonia e Veriut nuk ju lejua hyrja në territorin shqiptar. Hita sqaroi se problemi ka lindur me personin e 4 i cili shoqëronte deputetët dhe nuk dispononte dokumentacionin e nevojshëm për të kaluar kufirin. Policia e Shtetit dhe Policia Kufitare është garanti zbatimit të ligjit dhe për këtë arsye dija në pikën kufitare të Qafthanës janë paraqitur 4 shtetat me qëllim për të kaluar në 3 prej tyre, dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u është bërë me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhëtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna për vite policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste. Edhe gjatë këtij 6 mujorit parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo të thuash që policia nuk ka qenë prezente dhe për të kryer detyrën e saj. Ndërsa për rastin e dhunës ndaj të miturës në Fier, Hita u shpreh se ka nisur ndjekja penale ku njëra nga vajzat është arrestuar, ndërsa për njërin nga punonjësit e policisë kanë marrë masën e përjashtimit nga detyra. Kjo video që është transmetuar në rrjetet sociale dhe në platformat e tjera është vërtet një video e rëndë ku shiten disa të mitura që kryenin veprime dhunshme ndaj një personi tjetër dhe për këtë arsye që në datë 9 qershor policia ka kryer veprimet procedurale dhe ka referuar rastin në prokurori. Më pas, gjatë veprimeve hetimore që janë zhvilluar në vazhdimsi së bashku me prokurorin, ka vazhduar ndjekja penale. Njëra, siç e kemi bërë me dije edhe më parë, njëra nga gocat ka pasur rast të përsëritur dhunë dhe është arrestuar ditët në vijim, por hetimi s'ka ndaluar këtu. Me hetimin ka rezultuar i përfshirë edhe një punonjës policie më vonë, për të cilën ne kemi marrë masën e pezullimit nga detyra. Në vijim Hita u shpreh se Policia e Shtetit do të vijojë të përmbushë me vendosmëri detyrën kushtetuese për mbrojtjen e jetës, pronës, rendit publik dhe interesit të vendit në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët, bizneset, institucionet dhe partnerët ndërkombëtar.